A ka diçka në 2025 që të ngredi merak, të ngredi peng që nuk e realizove dhe do punosh më fort për ta bërë në 2026-ën? Jo, besoj do me thënë që kam dhënë gjithçka të 2025-a, por do punoj më shumë për 2026-ën. Kështu që jam shumë e kënaqur me 2025-ën, po. Besoj që kam dhënë gjithçka të 2025-a. Sa do doja Jam shumë e kënaqur. Jam shumë e kënaqur. Po pra. Jo, me doj shumë po. Ndërkohë që 2026 ka hyrë tani më dhe projektet muzikore sigurisht që do të vazhdojnë edhe gjatë vitit 2026. Patjetër. Synimi jot është që të rish gjatë karrierë, apo jo? Patjetër. Ka një pikë kulmore ku do të arrish? Pjetë e vështirë është, por me gjithatë do mundohemi deri ku të arrim, nuk ka ndonjë gjë, do me thënë deri ku të arrim, po, do vemi atje deri ku të arrim.